Ju I sjellni mbi 1 miliard euro në vetëm në Kosovë. Si mas Bankës Qendrore të Kosovës mbi 800 milion vitin e kaluar. Edhe veç po rritet për vitin e vetëm. Shumë interesante është. Jo, është pavarësisht krizës në botë, remitancat e bashkëdhetarëve tonë veç janë rritur. Pjesërisht kjo shpjegohet me emigracionin e ri, se ata që kanë shkuar në 2015 vetëm, kur patara vllani, ata kanë filluar me shufare bashkë. Ama është edhe lidhja e fuqishme familjare që kemi ne në kulturën. Mbi 800 milion euro, pa e llogaritur këtu. Dasmat, muajt e mjatit, pushimet verore, edhe faret kesh e në I vetur që ju e sjellni, po se merrni me veti këtu. Kjo shkon mbi 1 miliard, a buxhetin se kemi as 2 miliard. Ndoshta këto mërgatat, diasporat, irlandeze, greke, armene, hebreje, sjellin më shumë parë në vendimin e tyre. Po jo që raport me buxhetin e shtetit në dy, e kërkon botë. Struktura e ekonomisë vendit tonë, a din çfarë struktura është? Po struktura e vendeve të lindjes mesme, që janë të pasura me naftë, dhe që na s'kena naftë, kena një. Me një dallim tash me vend të lindjes mesme që kanë naftë, sa ti duhet në munu pak në shku naftë, duhet drilling, nëse do të maknerit komplikume në ato për të nëzirë naftë. Një bini vetë, nuk ka nevojna me shku kur gjejtë. Pra, a din për me qenë edhe pak ma I sakt, remitancat e diasporës janë tantjema naftë. Si tantjema naftë.